Ligji rregullon edhe çështjen e mbipërfaqësimit. Balancuesi nuk e kishte këtë. Balancuesi funksiononte si një përllogaritje matematikore edhe kur një institucion arrinte mbipërfaqësim. Ende vazhdonte të prodhoje në formën e vet si e kishte, me përllogaritje matematikore, numra, vendpunime, edhe pse ai institucion ishte mbipërfaqësuar. Ligji, pra propozim ligji, përfaqësimi të adekuat drejt e rregullon këtë çështje. Aty ku do të konstatohet që ka mbipërfaqësim, aty do me thonë nuk do të zbatohet përfaqësimi adekuat dhe i drejt, edhe që është me rëndësi. Garanton që ata persona që janë të punësuar nuk do i humbin vendet e punës. Kjo është e garanca ligjore juridike, pra nuk ka nevojë punonësit të kenë frikë se ligji do të ndikojë kuptim që do i humbin vendet e punës. Absolutisht jo.